Përzjeni sot buke me mjaltë dhe thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Kombinimi i sodës së bukës me mjaltin në një kurë të vetme ndihmon në trajtimin e shumë sëmundjeve siç është diabeti, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Në këtë video të kura në shqip do të mësoni se si të përgatisni kurën e sodës së bukës me mjaltin kundër sëmundjeve dhe për mbrojtjen e shëndetit. Si të përgatisni kurën e sodës së bukës me mjalt. Për përgatitjen e kurës rekomandohet 120 gram sodë buke dhe 250 gram mjalt. Përzjeni së bashku në një enë të thellë derisa të formohet një masë uniforme dhe e trashë. Vendoseni enën brenda një tenxhere me ujë të valuar dhe mbajeni për 10 minuta. Hiqeni tenxhere nga zjarri ndërkohë që masën e sodës së bukës dhe mjaltit e vendosni në një enë qelçi. Ekspertët rekomandojnë konsumimin e 2 deri në 3 rrugë gjella nga kjo kurë çdo ditë për një muaj të tërë. Kura me sodë buke dhe mjalt mund të merret gjatë gjithë kësaj kohe, para ose pas vakteve. Ekspertët paralajmërojnë se është shumë e rëndësishme të dini se nuk duhet të vazhdoni kurën më tepër se një muaj. Gjatë konsumit të kurës duhet të shmangni miqin e kuq, mielin dhe sheqerna. Kombinimi i saj me mjaltin konsiderohet një kurë ideale për njerëzit me probleme dermatologjike. Soda e bukës ndihmon në eliminimin dhe parandalimin e pucrave dhe të akneve. Ajo gjithashtu pastron lëkurën dhe heq elizat e vdekura duke përmirësuar shëndetin e lëkurës. Megjithatë, ky konsiderohet si një grimcë për fitimeve të mëdha që ofron soda e bukës për shëndetin. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humber asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.